Dashur miq, do të kemi tashmë në linjë direkte kolegun ton nga Valencia, Artan Muhaxhiri, ku do të flasim rreth përmbylljes së garave në FIA Motorsport në Valencia. Pra sot përmbyllen garat. Mirëmëngjesi themi Artanit nga studioja e programit të mëngjesit nga Radio Televizioni Publik i Kosovës. Më dëgjon Artan? Mirëmëngjesi edhe juve në studio, nëse po më dëgjoni. Po, Artan, shumë mirë jam duke të dëgju. Artan, Spanja kryeson tabelën e medaljeve pas ditës së parafundit garës në lojrat e Motorsport FIA 2024, apo jo? Spanjolët dhe italianët, dy shtetet cilat kanë traditë në garat e autosporteve, padyshim siç edhe pritej, nuk kanë lejuar befasi, ata janë duke kryesuar garat, pavarësisht se kemi edhe një 12 orësh të paktën të garave për të cilat pritet të marrin epilog dhe për të mbyllur edhe ditën e 5 të kësaj edhe edicionin e 3 të FIA Motorsport Games që po bëhet në Valencia. 700 sportistë nga 86 shtete në 26 disiplina kanë bërë gara për këto 5 ditë. E Kosova është përfaqësuar me 7 garues, atësaj pati edhe Shqipëria në këtë edicion të FIA Motorsport Games. Për Kosovën, kur filluan të ishte të burrës me garat e karting slalomit dhe të autoslalomit, por gjurmë kemi lënë edhe në e-sports, ku gjithashtu u tatuar në mira, sigurisht edhe në drift. Në drift, megjithatë, do ta kemi edhe një garë sot të Dion Kajtazit, i cili është i vetmi nga formacioni i Kosovës që vazhdon tutje me garat. Për momentin, nga rezultatet e drejtashme të ekipit të Kosovës, performancën më të mirë kanë patur garuesit e karting slalomit Rubina Krasniqi dhe Dion Rion Tytygjiu, të cilët kanë arritur në 8 më të mirët, dhe arritja në 8 më të mirët nuk është as pak e lehtë, marr parasysh faktin që ishin rreth 30 shtete të cilat bënin gara vetëm në garat e karting slalomit. Garat e karting slalomit dhe autoslalomit janë zhvilluar në të njëjtën pistë dhe ne po ashtu sonte do ta kemi edhe një speciale rreth 20 minuta të cilën do ta emitojmë në edicionin qendror të sportit, edicionin javor të sportit AS, dhe në të cilin edicion do të kemi mundësinë që të marrim edhe të mësoni përshtypjet, prapaskenat, gjithçka që ka ndodhur në Valencia përgjatë këtyre 5 ditëve të garave. Vërtet ka qenë një paraqitje e mirë e Kosovës, një paraqitje në një prej shteteve që ka megjithatë çësje refuzuese ndaj shtetit të Kosovës, por kjo as pak nuk është vërtetur gjatë këtyre ditëve. Spanjolët janë siguruar që të kenë një organizim fantastik, një mikpritje shumë e mirë, një ambient i ngrohtë për secilin prej garuesve, pa bërë dallime qoftë të aspektit nacional apo të formave tjera. Prandaj Kosova me të drejta të plota, siç është parë edhe qysh nga ceremonia e hapjes, u prezantua me gjitha simbolet e saj. Simbolet nuk munguan në pajisjet sportive, në rekvizitat e tyre, sikurse edhe në veturat, respektivisht në karting slalom, sepse garat e karting slalomit dhe të veturave përgjatë garave, siç mund të shihet, ishte i vendosur dhe flamuri, apo ishin të brenduara veturat me logot e Kosovës, shtetit e Kosovës dhe të mbishkrimin Kosova. Kësaj në këtë aspekt mund të quhet një tjetër triumf diplomatik përmes sportit që Kosova e bëri në një prej shteteve që ndoshta në të ardhmen, duke i parë këto prezantime, do ta thyej akullin dhe do t'i thyej edhe tabut rreth pikpamjeve të veta që i ka për vendin tonë. Do të përfundoj sot, si dhe ceremonia e përmbylljes do të zhvillohet në orën 20:30 në qytetin e arteve dhe shkencave në Valencia, apo jo? Po, aty ku ishte edhe ambientin fantastik i afër Muzeut të Arteve të Shkencave në qendër të Valencias, një ambient fantastik, jo vetëm me një arkitekturë shumë të veçantë që e veçon qendrën e Valencias, por gjithashtu një ambient i cili ofron një mundësi të shikuesve, të njerëzve që kanë qenë të pranishëm, të vizitojnë edhe muzeet të shkencës dhe të arteve, sepse vërtet ata që kanë qenë në Valencia dinë, e ata që duan të vinë në të ardhmen e kanë një arsye më tepër për ta futur në hartën e vendeve që duhet vizituar Valencian. Atje, para një ambienti të rrethuar me pishina, do të jetë edhe ceremonia mbylljes. Dhe sikurse festa që ishte në ceremoninë e hapjes, njëjtë pritet që secilin nga 700 garuesit
ti vë perden, një edicioni për se cilin shumë emocionues, shumë breslënës, se cilin në formën e vetë, dikush përmes rezultateve, dikush përmes debutimit dhe të tjerat që e kanë arritur përmes formave më të mira, duke lënë gjithçka në pista, në gara, kudo që u paraqiten. Pikërisht aty te Muzeu i Arteve janë zhvilluar edhe garat e e-sports, cilat fizikisht kanë qenë diku me 20 km, 35-20 km larg pistës Ricardo Tormo, por kjo ndoshta pak në aspektin medial e ka pamundsuar që të kemi një pasqyrim të madh paralelisht nga gjitha garat, po me që vëmendja më e madhe ishte te autostallomi, karting stallomi dhe gara tjera që zhvilloheshin në pistën Ricardo Tormo, me të drejtë atje ju dha edhe hapësira më e madhe dhe vëmendja më e madhe. Për Kosovën po mbyllet një tjetër edicion ku unë jam i sigurt përjashto Baran Karabek që ka qenë edhe në Marseille, të tjerët gjithë për herë të parë, 6 të tjerët për herë të parë marrin pjesë në FIA Motorsport Games, dhe kjo është një përvojë të cilën reflektimin e së cilës ne do ta shohim më vonë në garat që do të organizohen në Kosovë dhe dim që Kosova po i bën shumë mirë organizimit, për të mos thënë organizimi teknik e kanë përsëritur edhe në lidhjet e drejtë për drejta, ajo që kemi parë në garat e autostalomit dhe karting stalomit në Kosovë, organizimi operacional teknik ka qenë shumë fish më i mirë me shumë elemente më të mira përfshirë edhe video challenge, pra sistemin e varit në futboll siç njihet që e ka Kosova, por nuk e pam këtu në Valencia se kemi parë as në Marseille. Prandaj me disa hapa ne jemi shumë më përpara, pavarësisht që jemi një shtet i ri, garat kur organizuan para 2 viteve për herë të parë ishte diçka risi dhe kjo i erdhi e imponuar pas asaj çka pam në Marseille dhe tash pas kësaj që po shohim në Valencia, sigurisht do të rriten apetitet, do të rriten kërkesat, do të rritet standardi, investimet dhe interesimi i secilit për ta bërë më të mirën dhe që në të ardhmen pas 2 viteve në edicionin e 4 të FIA Motorsport Games të kemi një përfaqësim akoma më të mirë dhe mbase pas 2 viteve ta kërkojmë edhe podiumin, ajo që i mungon garas së autosportit. Dhe të krenohemi me ekipin ton, Artan, apo jo? Padyshim, ne do të mundohemi që të kemi edhe më të mirën të japim edhe në aspektin rezultativ, po shihet një iniciativë, një investim i Federatës së Autosporteve të Kosovës dhe ky investim nuk bëhet vetëm te garuesit, ky bëhet edhe te gjithë pjesa operacionale, sepse këtu kemi edhe përfaqësues të marshallëve, përfaqësues marshallët pasi njihen gjyqtarët në zhargonin e autosportit, përfaqësues të pjesëve administrative, teknike, të komisioneve të ndryshme të Federatës së Autosporteve të Kosovës, të cilët për këtë arsye kanë ardhur këtu në mënyrë që shembujt e mirë nga Valencia, nga FIA Motorsport Games, t'i bartim edhe në aktivitetet të cilat organizohen në Kosovë. Kjo për të ngritur një paralele dhe për të mos e përsëritur edhe një herë, është parë qysh prej aktivitetit të Marseilles në vitin 2022, ku morëm shembuj të mirë dhe si rrjedhoi erdhi ai projekt gjigant në Kosovë i autoslalomit dhe karting slalomit, që organizua në një prej qendrave më të mëdha tregtare afër Prishtinës dhe që u prit në formë masive, u inkuadruan edhe bizneset në aspektin e garuesës, sepse ju dha hapësirë edhe bizneseve në të ardhmen, ndoshta është ideja që edhe mediat, pastaj edhe sektoret tjera, institucionet tjera të përfshihen qoftë në formë rekreative, si fillim e më vonë, pse jo edhe në atë profesionale, sepse e tha në një intervistë edhe sot Genc Macula, garuesi i cili më herët ishte i fokusuar në garën e e-sports, momentin kur kishte hyrë fillimisht si në formë rekreative ta provoj autostallomin, në fund doli të ishte një garë e cila e joshi atë dhe ja ku kemi Gencin tash me një prej rezultateve më të mira nga ekipi i Kosovës që ka arritur në autostalom. Pra kur nuk është vonë për të bërë më të mirën dhe uroj që këtë iniciativë, këtë dëshirë dhe entuziazëm ta shohim te secili prej garuesve dhe ky është një model i mirë kur e shohim dy të rinj të Rubina Krasniqin dhe Rion Tytëngjion me garat e tyre dhe prezantimet e tyre që i kanë patur edhe në karting slalom. Ky është një role model edhe për të rinjt që duan të merren me autosport, që hapat e parë t'i bëjnë përmes kartingut, sepse është vërtet një disiplinë shumë simpatike, një disiplinë të cilën këtu në Valencia
e pa me një format pak më ndryshe, sepse përdrejsa në Kosovë përdoret makinarita, kartingat me benzin, këtu ishin elektrike, këtu ka diferencë, sepse duhet të ambientohen jo vetëm me pistën, jo vetëm me skemat e vendosjes së konave, por edhe me reagimet që i ka kartingu, sepse reagimet nuk janë të njëjta sikurse veturat apo kartingjet me derivate dhe ato elektrike, dhe këtë dallim e kemi tashmë edhe praktik në jetën e përditshme në Kosovë, dhe kurdo që i përdor njërin apo tjetrën i di dallimet. Prandaj është dashur pak kohë edhe garuzët tonë përmes sesioneve të provave, të kualifikimeve, që ta marrin veten, sikur në të ardhmen të kemi investimet të tilla qysh nga starti të mësohemi me vetura elektrike, edhe fillimet këtu hapat e parë në sistemën prej garave ndërkombëtare do të ishin shumë më të lehta. Gjithsesi, gjithë kjo çon të një iniciativë, të një energji që po investohet në autosport, duhet të investohet edhe më shumë, sidomos në aspektin infrastrukturor, sepse idetë për t'i quar përpara që i ka Federata e Autosporteve e Kosovës është thënë se pengohen kryesisht nga infrastruktura dhe kreç ajo që është bërë deri tash është bërë me vetë iniciative në Federatës së Autosporteve, me atë që është krijuar në pistën e vjetër të aeroportit në Slatin, e me ambicet që edhe në qendrat hektare parkingjet e tilla t'i konvertojnë duke i improvizuar si zona të garave. Valencia, pastaj Monza në Itali, ajo që kemi parë në Marseille, janë disa prej shembujve, kemi qenë edhe në garat e Sternberg, në Çeki, atje kombohet edhe MotoGP, një prej garave më të njohura të motociklizmit. Këto janë shembuj që duhet ndjekur dhe të shohim investimet që duhet bërë. Artan, faleminderit për gjitha këto informacione, për këtë paraqitit tënde dhe që na ke mbajtur të informuar rreth kësaj ngjarje kaq të madhe. Miru ta kofshim në Kosovën tonë. Sonte, mos të harrojmë, do ta kemi edhe pjesën finale, pra Artan, kërkoj falje me qenë se kemi hyrë në termin, ma bën me dije nga regjia që këtu duhet të ndërprejmë dhe këtë intervistë duhet bëjmë për mbylljen e programit mëngjesit. Sigurisht që do të kemi dhe pjesën e sportit ku do të informohemi më detajisht rreth kësaj ngjarjeje, apo jo? Faleminderit shumë. Miru ta kofshim, Artan.